Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala alihi tayyibin at-tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami'i al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithëmëshirshëm dhe mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e Madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, shokët e tij të zgjedhur, dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe beqatia e Allahut qofshin mbi ju. Data shënonte 21 Ramazan të vitit 40 të Hijrit. Një ditë kur çastet duket sikur ndaluan dhe historia u mbuluan me heshtje. Agimi i kësaj dite nuk solli vetëm dritën e mëngjesit të Ramazanit, por dhe dhimbjen e një humbjeje të madhe për ummetin islam. Ishte dita kur qielli dukej më i rënd, kur zemrat e besimtarëve u mbushën me pikëllim dhe kur bota e islamit humbi një nga shtyllat e saj më të forta. Në këtë ditë u martirizua Ali ibn Abi Talib, paqja qoftë mbi të, njeriu që historia e kujton si kalorsin e pamposhtur të së vërtetës. Ai nuk ishte vetëm një luftëtar i madh në fushat e betejës, por një shpirt i madh që jetoi për drejtësinë dhe për Zotin e gjithësisë. Trimëria e tij në mbrojtjet e islamit ishte pa krahasueshme, por edhe më e madhe ishte pastërtia e zemrës së tij, për ulësia në adhurim dhe drejtësia në gjykim që ai kishte. Të nderuar dëgjues dhe shikues, do ju ftoja të ndiqim së bashku surën Bejine për ditën e sotme. Me emrin e Allahut, të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Ata që nuk besojnë prej tharëve të librit dhe idhujtarëve, nuk do të largoheshin nga mosbesimi i tyre derisa t'u vinte dëshmia e qartë. Një i dërguar nga Allahu, i cili t'u lexonte faqe të pastra Kur'anin, të cilat përmbanin rregulla të drejta. Ata që u ishte dhënë libri u përçan vetëm më të herë kur u erdhi dëshmia e qartë. E megjithatë, ata që janë urdhëruar vetëm që ta adhuronin Allahun me përkushtim të sinqertë, duke qenë në fenë e pastër të Ibrahimit, si dhe të falnin namazin e të jepnin zekatin. Kjo është feja e drejtë. Në të vërtetë, ata që nuk besojnë prej tharëve të librit dhe idhujtarëve, do të hyjnë në zjarrin e xhehenemit, në të cilin do të mbeten përgjithmonë. Ata janë krijesa të këqija. Padyshim, ata që besojnë dhe punojnë vepra të mira, pikërisht, ata janë krijesat më të mira. Shpërblimi i tyre është te Zoti i tyre. Kopshtet e Adnit, në për të cilat rrjedhin lumej e ku do të banojnë për herë. Allahu është i kënaqur me ta, por dhe ata janë të kënaqur me ata. Kjo është dhurata për ata që e kanë frikë Zotin e vet. Të dashur vëllezër dhe motra, për ditën e sotme do të flasim rreth figurës më të dashur, figurës e cila dha jetën e saj për të mbrojtur pra fenë e pastër islame. Do të flasim rreth Imam Aliut, paqja qoftë mbi të, një njeri i udhëzuar në rrugën e drejtë. Në çdo hap të jetës së tij, ai u bë shembull i besimit të gjallë, i njeriut që nuk u përkul kurrë përballë dhe përpara padrejtësisë dhe që nuk u largua asnjëherë nga rruga e së vërtetës. Edhe kur kjo rrugë ishte rruga e mbushur me sakrifica dhe dhimbje. 21 Ramazan na kujton se madhështia e Imam Aliut nuk qëndron vetëm në trimërinë e tij, por në shpirtin e tij të pastër që jetoi për Allahun deri në frymën e fundit. Ai u godit në mihrabin e xhamisë, ndërsa ishte në sejdë, në momentin më të pastër të lidhjes së njeriut me Zotin. Dhe pikërisht, aty në atë moment, u vullos historia e një jete të tërë të mbushur me sakrificë dhe me besim të palëkundur tek Allahu i Madhëruar. Martirizimi i Imam Aliut ishte dhimbje për zemrat,
por njëkohësisht ishte dhe dëshmi e madhështisë së tij, sepse u largua nga kjo botë ashtu siç jetoi. U largua në mihrab duke u falur dhe u largua nga kjo botë në rrugën e Allahut të Madhëruar. Prandaj, kujtimi i kësaj dite nuk është vetëm një rrëfim i historisë, por një thirrje për zemrat e besimtarëve që të reflektojnë mbi shembullin e tij. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, mbetet përjetësisht simboli i drejtësisë, i guximit dhe i besimit të palëkundur. Ai ishte kalorsi që nuk u mund nga shfatat e armiqve dhe as nga vështirësitë e kohës, sepse forca e tij nuk buronte vetëm nga trimëria, por nga një zemër që ishte e lidhur plotësisht me Zotin e gjithësisë. Dhe pikërisht për këtë arsye, historia e Islamit e kujton atë si kalorsin e pamposhtur, një dritë që vazhdon të ndriçojë zemrën e besimtarëve edhe në ditën e sotme. Të dashur dëgjues dhe shikues, Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, si një njeri i udhëzuar në rrugën e drejtë, është pasqyrë e plotë e moralit dhe mirësisë. Ai e kishte kuptuar të vërtetën. Çdo çast e jetës e kalonte me të dhe realizonte çdo gjë që ai thoshte. Kjo për faktin se ai u rrit dhe u edukua nga njeriu më përkryer, nga njeriu më perfekt, nga njeriu i cili ishte më i dashur i Allahut, nga profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Imam Aliu kishte personalitet të lartë dhe shumë dimensional. Ai u shërbente nevojtarëve me dashuri dhe modesti të skajshme. Ai ndikohej shumë nga vuajtja dhe pikëllimet e jetimëve dhe shpirti i mërzitej nga gjendja e mjerueshme e tyre. Qëllimi kryesor i Imam Aliut, paqja qoftë mbi të, ishte krijimi i një shoqërie të bazuar në drejtësi dhe qetësi shpirtërore. Kjo karakteristikë e tij kishte fituar zemrat e shumë njerëzve, saqë shumë njerëz të dijes dhe të shkencës kërkojnë që sikur edhe një herë të vetme të kishte ardhur në histori një njeri si Imam Aliu, paqja qoftë mbi të. Jeta e tij ishte një shembull i gjallë i drejtësisë dhe i sakrificës për të vërtetën. Ai nuk e shihte pushtetin si privilegj personal, por si përgjegjësi për të mbrojtur të dobtit dhe për të vendosur drejtësinë mes njerëzve. Në çdo vendim dhe çdo veprim të tij, reflektohej ndjenja e thellë e përgjegjësisë para Allahut dhe para shoqërisë. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ishte gjithashtu një burim i madh i urtësisë dhe i diturisë. Fjalët e tij kanë mbetur deri më sot si udhëzime të thella për jetën e njerëzit, për drejtësinë, për moralin dhe për përmirësimin e shoqërisë. Mendimet e tij për njeriu, për pushtetin dhe për drejtësinë vazhdojnë të studiohen nga dietarë dhe mendimtarë të ndryshëm në botën. Për këtë arsye, figura e Imam Aliut nuk i përket vetëm një epoke të caktuar historike, por mbetet një model i përhershëm për të gjithë njerëzimin. Drejtësia, guximi, përulësia dhe dashuria për njerëzit, që ai shfaqi gjatë gjithë jetës së tij që jetoi 63 vite, e bën Imam Aliun, paqja qoftë mbi të, një nga figurat më të ndritura të historisë njerëzore. Vështrimi i Imam Aliut, paqja qoftë mbi të, ndaj qeverisjes dallon shumë nga vështrimet e politikëve që kërkojnë pushtet dhe fuqi. Ai e cilësonte botën si krijesë të Zotit, ndërsa Zotin si pronar absolut të gjithçkaje. Dëshira e tij e madhe ishte që shoqëria të shkonte drejt lumturisë dhe përsosurisë materiale dhe ato shpirtërore. Duke patur parasysh se dhuna dhe padrejtësia pengojnë lëvizjen e njerëzve drejt zhvillimit dhe përsosurisë, Imam Aliu vazhdimisht theksonte nevojën e vendosjes së drejtësisë dhe thoshte: drejtësia është njëra nga shtyllat ku mbështetet e gjithësia. Pra ai i cili don që të di se si ecet mirë, të eci në rrugën e drejtësisë, sepse ajo është nga shtyllat ku mbështetet në çdo gjë, dhe ai i cili mbështetet në drejtësinë, ai ka fituar në këtë jetë. Sipas tij, drejtësia është zbukurimi i besimit. Madje mund të themi është dhe princip i besimit në Allahun e plotfuqishëm. Strategjia më e rëndësishme për pushtet ideal, sipas tij, ishte vendosja e drejtësisë në shoqëri. Në pushtetin e tij, drejtësia nuk ishte vetëm një slogan i vendosur, por ishte prioritet i programit të tij dhe domosdoshmëri e vënies në jetë
të kësaj cilësie. Prandaj, cilësia ishte parimi i politikave të Imam Aliut, paqja qoftë mbi ta. Nga veçoritë e imamit në udhëheqjen e shtetit, ishte shërbimi për popullin. Në një letër që i dërgoi përfaqësuesit e tij në Azerbajxhan, shkruan: "Asnjëherë të mos mendosh që qeverisja që të është besuar ty është një kafshat, por ajo është një përgjegjësi që e ke mbi qaf, dhe individi që është mbi ty kërkon që të respektosh të drejtat e popullit. Kështu që nuk është mirë që të diskriminosh dhe të sillesh keq me njerëzit." Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, në dekretin e tij për tatim dhënësit dhe tatim mbledhësit, shkruan se: "Silluni me drejtësi dhe mëshirë me të gjithë. Ju jeni rezervat e popullit, përfaqësuesit e popullit dhe ambasadorët e pushtetit. Mos u sillni si një shtat zgrabiqare që e shfrytëzon në rastin për të grabitur, sepse njerëzit ose janë musliman si ti, ose janë njerëz si ti." Pra mos harrojmë, Imam Aliu na këshillon gjithmonë, ose e ke vëlla në fe, ose është e njëjti krijes si ti dhe si ai. Sa mirë do të ishte që taksë mbledhësit e sotëm ta lexonin këtë dekret dhe të gjithë njerëzit të merrin parasysh pra këshillat e Imam Aliut, sepse janë ndër këshillat më të bukura për drejtësinë, për harmoninë, për unitetin dhe solidaritetin dhe dashurinë në shoqëri. Imam Aliu, paqja qoftë mbi ta, edhe pse qeveriste pjesë të gjëra të botës, asnjëherë nuk përfitoi nga pozita e tij shoqërore dhe shtetërore, dhe gjithnjë jetonte si njerëzit e tjerë të shoqërisë. Imami, në letrën e dërguar Osman ibn Hunayf, guvernatorit të tij në Basra në Irak, thotë: "Dijeni që lideri juaj është i kënaqur me këto rroba të vjetra dhe 2 kafshat bukë. Po të doja do të mund të siguroja për vete ushqime të shijshme, si mjalti dhe rroba të stolisura prej mëndafshi, për Zoti më ruajt nga dënimi i epshit dhe i shejtanit." George Zordak, mendimtar i njohur i krishterë libanez, përkulet përballë vlerave njerëzore të Imam Aliut dhe ata e konsideron si zërin e drejtësisë njerëzore. Nga përshkrimi i tij shohim se në këtë botë çdo det lëkundet, por unë njoh një oqean madhështor dhe shumë të gjerë. Ky oqean është trupi i Aliut, të cilin nuk arriti ta lëkunte asgjë veçse ohi i të shtypurit dhe frika nga Zoti në zemrën e të tij gjatë gjithë netëve. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ky ishte Imam Aliu, paqja qoftë mbi ta. A nuk meriton ky njeri të ndiqet? A nuk meriton ky njeri që fjalët e tij, miratimet e tij të ndiqen nga gjithë njerëzit, pas profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sepse Imam Aliu, siç e kemi thënë, shprehsi i besimtarëve pas të dërguarit të Allahut. Të marrim për bazë fjalën e tij, sepse imami nuk ka thënë gjë tjetër veç se fjalën e Allahut, fjalën të dërguarit, dhe miratimet e tij janë miratimet e Allahut dhe të dërguarit të tij. Prandaj jeta dhe personaliteti i Imam Aliut mbeten një dritë udhëzuese për çdo njeri që kërkon të jetojë me drejtësi, me ndershmëri dhe devotshmëri. Ai ishte shembulli i njeriu që bashkoi në vetvete besimin e thellë, dijen e gjerë dhe moralin më të lartë, duke shndruar jetën e tij në një mësim të përhershëm për njerëzimin. Kujtimi i këtij imami dhe mësimet që ai la pas vazhdojnë të frymëzojnë zemrat e besimtarëve dhe të udhëzojnë shoqërinë drejt së vërtetës, drejtësisë dhe mirësisë. Allahu inshallah na mund të soft të jemi në rrugën e tij sa të kemi frymë në këtë jetë, sepse rruga e tij është rruga e profetit dhe rruga e profetit është rruga e Allahut të madhëruar. Në këtë moment të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.